Mirëmëngjes, epizodi 22, sezoni 6, podcasti Flasim, shënimet e javës. Këto shënime dua t'i nis me një reflektim parathënës lidhur me disa simptoma të cilat më shqetësojnë dhe duhet të shqetësojnë çdo që është interesuar që gjërat të shkojnë më mirë në Shqipëri, jo të shkojnë më keq. Dhe besoj që edhe ndër ata që protestojnë, një pjesë duan që gjërat në Shqipëri të shkojnë më mirë dhe janë sinqerisht shqetësuar për si do të shkojë zhvillimi i investimit në Zvërnec, ndërkohë që një pjesë tjetër, pjesa dominante, nuk është se nuk duan që gjërat të shkojnë më mirë, absolutisht, por ashtu siç ata duan që të shkojnë gjërat, më e keqja vjen për Shqipërinë. Dhe këtu kam parasysh ato partitë e vogla që mbetën vogla po që u bën vjetra, këtu kam parasysh prurjet që vijnë nga teritoret tjera, se çfarë lidhje kanë ata me këtë temë që ka të bëjë me Vlorën dhe që vetëm në Vlorë nuk ka shkaktuar asnjë lloj proteste sepse Vlora masivisht atje e do zhvillimin. Kjo është një pikpyetje të cilës unë nuk dua t'ja jap përgjigjen, por do ta lë pikpyetje. Dhe duke shkuar në Vlorë, dua të ndalem tek një simptom shumë problematike, e cila po forcohet dita ditës. Anullimet e rezervimeve për sezonin nga turistët e huaj. Kam marrë shumë mesazhe, por natyrisht që unë nuk mund të dalë dhe ta përdor këtë që të thuhet të ndalosh protestën se tu doj shpirti për hotelet, por nga ana tjetër nuk mund të ri pa thënë që edhe në Vlorë dhe në Durrës ka pasur protesta të operatorëve turistik. Protesta sensibilizuese. Në Vlorë kanë qenë rreth 95% e atyre që zotërojnë hotele, restorante, bare, që janë bashkuar protestë sensibilizuese duke kërkuar mirëkuptim që sezoni të mos dëmtohet, sepse është një dëmtim i drejt për ekonominë familjare të shumë njerëzve të lidhur me turizmin dhe është një dëmtim i drejt për ekonominë lokale dhe për ekonominë kombëtare në tërësi. Domethënë, nëse ne do të ndalojmë që në Shqipëri të hyjnë ato para që do të hyjnë normalisht me një sezon turistik të qetë, atëherë unë nuk e di se në favor të kujt shkon kjo. Nëse ka një agent protesta për të penguar Shqipërinë nga të katër anët dhe përmes pengesës për të krijuar një frustrim dhe pastaj për t'i bërë njerëzit që thonë hajde se po e heqim këtë qeveri vetëm që të na lini rehat, atëherë kjo është një agent që është jo e re, është një agent që është përdorur në vende të tjera, është një agent që është përdorur edhe këtu nga molotovarët, por që nuk ka për të funksionuar. Dëmi patjetër që do të jetë i madh edhe i panevojshëm sipas meje. Një tjetër simptom shumë e neveritshme është bullizmi ndaj njerëzve në Facebook, në Instagram. Dhe kam parë me shumë keqardhje se si një këngëtar, si Ylli Limani, një këngëtar i dashur për një mas njerëzish, nuk është këngëtari i preferuar, unë i përkas një brezi tjetër dhe jetoj me të tjera dëshira që lidhen me muzikën, por është një këngëtar shumë i respektuar, shumë i preferuar, që ka bërë një koncert të jashtëzakonshëm në Tiranë. E kanë masakruar me sharje, me presione, me kërcënime për të anulluar koncertin. Dhe për të mos ju dhënë njerëzve kënaqësinë që të kenë një moment të bukur muzike,
sepse njerëzit do të fokusohen tek protesta. Dhe kjo po ndodh me shumë njerëz, edhe me ata që kanë një opinion tjetër thjesht dhe shkruajnë postim dhe marrin të shara dhe marrin kërcënime, të cilat flasin për atë që unë kam thënë që është ditën e parë. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka dhe një komponent fashiste. Një frym fashiste. Dhe fryma fashiste nuk ka nevojë për uniforma dhe për armë. Fryma fashiste është fryma që thot Shqipëria është shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirëseardhur. Siç ishte Gjermania gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimit të artë që u bën një problem për Greqinë. E të tjera. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të çohen nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë në koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, të tjerët nuk duhet të marrin të mirat materiale nga puna e tyre, sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe patjetër që kjo është një komponente shumë e rrezikshme e protestës. Por këto simptoma lidhen drejt për drejt me dy gjëra që janë të panegociueshme për një shoqëri demokratike dhe për shoqërinë shqiptare dhe për vendin. Kjo është nevoja për rritje ekonomike, nevoja për më shumë të ardhura. Dhe turizmi është një burim kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm dhe këtë vit parashikohet të jetë një sezon më i suksesshëm ndonjëherë, por nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetë ne. Një gjë e paimagjinueshme, por që faktikisht mund të ndodhi dhe simptomat janë. Dhe tjetra është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish, apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do mendosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe kjo duhet ndalur. Dhe kjo ndalet duke mos u tërhequr përpara këtyre lloj presioneve dhe përpara këtyre lloj hajvanëve. Kjo duhet ndalur. Ndërkohë që për të vazhduar me shënimet e javës, 35 vjet Partia Socialiste, një kremtim i planifikuar prej kohësh që u kurorëzua me 12 qershorin, në një moment të veçantë, sepse jo thjesht është një ditëlindje dhe një përvjetor, por është një moment që e gjen Shqipërinë më mirë se Shqipëria ka qenë ndonjëherë në çdo aspekt. Dhe kjo fal Partisë Socialiste dhe qeverive të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër është një moment edhe reflektimi dhe angazhimi, sepse Shqipëria është më mirë se çka qenë ndonjëherë, por Shqipëria do të bëhet ende shumë më mirë se ç'është. Dhe këtë mund ta bëjë vetëm Partia Socialiste, mund ta bëjë vetëm kjo fuqi e madhe shtet ndërtuese, me të gjitha vështirësitë dhe me të gjitha tëmetat e veta. Ironikisht, ky 35 vjetor, ose më saktë për një koincidencë që mbase është edhe një shenjë e rëndësishme
për të ndalur një moment, për të marrë frymë dhe për të kuptuar se çfarë duhet mësojmë nga kjo valë protestash që koincidoi me këtë 35 vjetor, debatesh dhe nga kjo frymë si thuash e tensionuar, fatmirësisht paqësisht, që ka pushtuar hapësirën publike ditët e fundit. Një frymë që ushqehet edhe nga fakti që për shkak se në këtë subjekt fillestar, në këtë çështje që u bë çështja që inicioi protestën, natyrisht si rezultati një akti skandalos që u dënua menjëherë edhe ligjërisht, edhe institucionalisht, qëndron familja e presidentit të Shtetit Bashkuar. Dhe kjo e bën që të gjithë ata që janë kundërshtar të presidentit të Shtetit Bashkuar të jenë të interesuar për këtë protestë. Që Shqipëria të bëhet një platformë ku të përplasen forca shumë të mëdha, të përplaset opozita amerikane me presidentin e Amerikës, përplaset kundërshtia europiane me presidentin e Amerikës, të përplasen interesa të tjera që e duan Shqipërinë të ripozicionuar ndryshe dhe të bëhet një udhkryq ku faktikisht kundërshtia e fillimit kthehet në një gjë krejt të tjetër. Dhe Shqipëria përmbytet nga një shpërthim i të gjitha kanaleve të keq informimit, të dizinformimit, të gjysmë të vërtetave që bëhen gënjeshtra gjithmonë më të mëdha orë pas ore dhe që faktikisht i vendosin faktet në cep dhe fantazinë në qendër. Natyrisht që protesta është shëmbëtyr e një vendi demokratik, natyrisht që është shëndeti demokratik i vendit që ka një protestë e cila lind dhe formësohet jo rreth partive, jo pas partive, edhe pse tani partitë janë të gjitha të futur aty, duke hedhur gurët e fshehur duart disa, ndërkohë që ndonjë tjetër, siç janë llapaqorrat, janë haptazi aty, por paq e rëndësishme është që të mos humbasim aftësinë për të dalluar mes debatit dhe histerisë, mes kritikës dhe shpifjes, mes argumentit pasionant dhe bullizmit, kërcënimit, presionit, denigrimit të tjetrit. Shqipëria nuk mund të ecë përpara duke u paralizuar nga frika për një ndryshimi të madh, për një projekti të madh, për një investimi që është më i madhi në historinë e vendit tonë. Dhe patjetër që do të ecim përpara duke dëgjuar çfarë duhet dëgjojmë, duke mësuar nga çfarë na thon ata që nuk janë dakord me ne, por duke vazhduar të ndërtojmë Shqipërinë me forcën e Partisë Socialiste, që është forca që ka marrë reforma të vështira, ka shtyrë përpara procese që shpesh janë kundërshtuar, por që sot kanë ndryshuar rrjedhësisht edhe gjendjen edhe pozicionin e Shqipërisë. Dhe për këtë mjafton të kthehemi mbrapa kokën, jo më shumë po 10 vjet, dhe për të parë se ku ishim në raport me botën, në raport me ekonominë, me institucionet, me të gjitha. Dhe faktikisht nuk ka simbolik më të fortë se sa fakti që ky 35 vjetor na gjeti edhe në pikën më të avancuar të rrugës sonë europiane. Pak javë më parë, hym në fazën e fundit të negociatave për antarësim, që është faza e mbylljes kapitujve, duke ofruar më shumë se kurrë me atë objektiv historik dhe strategjik që shqiptarët e kanë ndjekur me dekada dhe që ne e kemi fiksimin ton ditë për ditë.
Edhe një shënim tjetër, këtë javë mora pjesë në një konferencë e treta kombëtare, arsimi dhe formimi profesional, ku diskutua gjërësisht për sfidën që përcakton edhe një pjesë mirë të suksesit ekonomisë shqiptare në dekadën e ardhshme, kapitalin njerëzor. Sot Shqipëria nuk ka më problemin e mungesës së investimeve. Përkundër, sot Shqipëria përballet me gjithmonë më shumë investime dhe gjithmonë më shumë nevojë për specialist, teknik, profesionist kualifikuar, sepse këto investime kërkojnë kapital njerëzor të kualifikuar. Nga turizmi i nivelit lartë, energjia, teknologjia, industria përpunuese, logjistika, apo shërbimet e tjera bashkëkohore, kërkesa për fuqi të kualifikuar rritet me ritme shumë më të shpejta se sa oferta. Pikërisht për këtë arsye, arsimi profesional merr gjithnjë më shumë një rol strategjik. Nëse dikur shihej si një ngushëllim për ata që ishin më të lodhurit dhe nuk arrinin dot as ta mendonin derën e universitetit, sot ai është bërë një nga dy rrugët. Dhe është madje një rrugë me garanci të mëdha drejt punësimit dhe karrierës. Këtë shpjegon fakti që jo vetëm numri i nxënësve është rritur, por edhe që 67% e atyre që mbarojnë arsim profesional punësojnë me një herë. Ndërkohë që në disa fusha, siç është për shembull turizmi, 100% e atyre që bëjnë arsim profesional punësohen. Dhe objektivi ynë është shumë i qartë që të shtym përpara një projekt të nisur vitin parë për ta bërë arsimin profesional një anën tjetër të medaljes së arsimit në Shqipëri. Dhe t'ju japë mundësi të gjithë atyre që investojnë që të mbështeten në burime njerëzore të kualifikuara. Dhe pika e fundit për sot, shënimi i fundit, është një tjetër vlerësim për Shqipërinë si vendi lider në Ballkanin Perëndimor. Për çfarë? Për transparencën buxhetore. Një vlerësim ndërkombëtar, domethënës, anketa e buxhetit hapur 2025, e realizuar nga Partneriteti Ndërkombëtar për Buxhetin, që rendit Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor për transparencën buxhetore. Një rezultat i rëndësishëm që mat një nga elementet themelor të mirëqeverisjes, sa i hapur është shtetin e qytetarëve në mënyrën se si mbledh, administron dhe shpenzon fondet publike. Nga 38 pikë në vitin 2015, Shqipëria është 64 pikë në vitin 2025, pra thuajse 2 fishin. Shqipëria ka shënuar progresin më të madh historik në të tregues krahasuar me vendet e tjera, ka më shumë rëndësi fakti madje se nuk bëhet fjalë për një përmirësim të rastësishëm, po për një rezultat të një dekade reformash, digitalizimi, rritje standardesh të raportimit dhe forcimit mekanizmave llogarizimit. Edhe në një kohë kur vendi po afrohet në Bashkimin Evropian dhe po tërheq investime gjithnjë më të mëdha ndërkombëtare, transparenca nuk është vetëm një standard demokratik, ai është një kusht i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për besimin. Natyrisht kemi nevojë të bëjmë më shumë në këtë drejtim dhe kemi nevojë të rritemi më shumë, dhe këtë do ta bëjmë duke vazhduar punën dhe duke synuar jo më vendin e parë në rajon, por nivelin mbi mesatar të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.